Një ekspozit me punime artistike të nxënësve të një shkolle jo publike u hap paraditën e sotme në ambientet e qendrës kulturore të fëmijëve Durrës, në kuadër të ditës ndërkombëtare të personave me aftësi ndryshe. Ekspozita me titull "Çdo pengesë ka një ngjyrë, çdo zgjidhje ka një zë", synonte të sillte një mesazh të qartë për këtë kategori në nevojë, që përballet me problematika çdo ditë. Ky është një ndër punimet e mia më të bukura. Çfarë tregon ky punim? Ky punim tregon aksesuarshmërinë e një personi me aftësi të kufizuar. Një nga problemet që nuk ka marrë zgjidhje në Durrës është mungesa e infrastrukturës së duhur përpara dhe tetraplegjikët, që kushtëzon përditshmërinë e këtyre personave dhe aksesin e tyre nëpër institucione. Nga ana tjetër, pagesat mujore konsiderohen qesharake nga këta persona, ndërsa kujdestarëve të tyre nuk u paguhen sigurimet. Në Durrës mungojnë shumë gjëra, por ne më shumë do t'i mëshojmë aksesueshmërisë, shfrytëzimin e hapësirave publike, shfrytëzimin e marrjen e shërbimeve në institucione. Për trajtimin e ndihmësit personal kemi më shumë problem, sepse askush nuk të ndihmon, askush nuk të shërben me një pagesë të tillë që jepet sot. Pagesa duhet trajtohet si një punë që një njeri e bën 24 orë pra një personi me aftësi të kufizuar, që është një nga punët më të vështira sot për të bërë dhe ja është shumë e vështirë që ta marrë përsipër dikush. Neve kemi infrastrukturën tonë që është krejtësisht e pa përshtatshme për të verbrit. Mungojnë semaforët akustik, mungojnë shiritat vizues që orientojnë të verbrit, mungojnë të gjitha tabelat orientuese në për institucione. Pagesat janë shumë të ulta, pagesat e kujdesarëve po ashtu të ulta, kujdesarët punojnë pa siguracione dhe kjo është një problem që atyre u jep pasoja të mëtejshme edhe gjatë kohës që ata mund të dalin në pensione me raporte mjekësore apo gjëra të tjera. Referuar shifrave zyrtare në Bashkinë Durrës janë thuajse 10.000 persona me aftësi ndryshe. Shpesh ata kanë ngritur zërin për problematikat me të cilat përballen, por mungon vëmendja e duhur nga institucionet vendore dhe qendrore.